Problemet me dëgjimin kanë vënë në alarm Organizatën Botërore të Shëndetësisë, e cila raporton se 360 milion njerëz në botë kanë humbje të dëgjimit, 32 milione të cilëve janë fëmijë. Në vendin tonë mendohet se janë 39.000 persona që nuk dëgjojnë apo kanë dëgjim të pjesëshëm. Mjekët otorinolaringolog thonë se krahas shkaqeve të lindura, ka edhe faktor të jashtëm. Me sëmundje që mund të kaloj bebi në muajt e parë. Gjatë jetës, njeriu mund të kaloj trauma, mund të jenë preparate të caktuara të cilat japin ulje dëgjimi. Mund të vinë dhe nga natyra e profesionit. Një pjesë e këtyre probleme mund të parandalohen, një pjesë mund të trajtohen. Infeksionet e veshit janë faktori kryesor që mund të çojë deri në humbje totale të dëgjimit. Periudha e virozave në të cilën ndodhemi ka ndikim edhe tek veshi, dhe mjekët bëjnë apel për kujdes. Nëse nuk shkojnë në kohën e dur ke mjeku, nëse lihen të neglizhuara, mund të çojnë ulje të përreshme dëgjimi të shkallëve të ndryshme. Ekspertët e shëndetësisë botërore janë të mendimit se 50% e rasteve me humbje dëgjimi mund të parandalohen nëse kapen në kohë.